Duke u mbështetur te kjo formulë, si fillim do gjejmë d në dyshin, ku nën e kemi na, siç e kemi të njëjtë, vetëm se në vend të k-s do vendosim dyshin. Atëherë d në dyshi në faktorial sepse n-ja është si tek formula, ndërsa tani në vend të k-s do vendosim dyshin. Pra, n minus 2 faktorial. Baras akoma. Tani kjo n-ja faktorial, ne e dim që vazhdon në këtë mënyrë, pra n shumëzim n minus 1. Pse n minus 1? Sepse ne e dim që ajo është, për shembull, është 7 faktorial, fillon në zbritje, pra 7 herë 6 herë 5. Pra, edhe këtu mund të themi n herë n minus 1 herë n minus 2 faktorial. Po e lëm këtu. Nuk vazhdojmë më tej, duke qenë se edhe pjesën e poshtme e kemi n minus 2 faktorial. Ku n minus 2 faktorial me n minus 2 faktorial mjaftohen. Dhe përfundimisht neve do të na ngeli n shumëzim n minus 1 baraz me 2. Ky do të jetë një ekuacion i formës n katror minus n minus 2 baraz 0. Dhe këtu do të gjejmë nën. Kuptohet, është një ekuacion i fuqisë 2, do të gjendet me duke gjetur dallorin. Mbasi do të bëni këto veprimet, do t'ju dali n-ja baraz me 2 dhe n-ja baraz me minus 1. Mirë po, n baraz me minus 1 nuk merret si rrënjë, sepse n-ja është gjithmonë më e madhe se 1, se 0, sa ka kjo. Pra ne do të marrim vetëm n baraz me 2 si zgjidhje të ekuacionit d në dyshi baraz me 2. Kaq, u zgjidh ky ekuacion.